Në maratonën e live-it në zgjedhjet e pjeshme të 9 nëntorit. Do të jemi në këtë live të momentit në transmetim të drejt për drejt nga qendra e numërimit me kolegun Armand Xhelili për të na treguar se a janë dorëzuar të gjitha kutitë me fletët e votimit dhe mbi të gjitha sa është afati ose limiti kohor për të filluar numërimi i tyre. Armand, më dëgjon? Viola, mirëmbrëma. Jemi sërish bashk në qendrën e numërimit ose në KZAZ-n 85 në Alidem, ku janë 52 qendra votimi. Ndërkohë përpara se të fillojë nëse ka nisur apo jo procesi i numërimit, po them se deri në orën 18, sikurse tha dhe ju, mbyll procesi i votimit në 231 qendra votimi. Edhe pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk e ka azhornuar përfundimtare se sa ka qenë pjesëmarrja, duket që Vlora është një ndër bashkitë për cilën bën zgjedhje e pjeshme dhe ka një pjesëmarrje më të dobët, ku ka patur një neglizhencë kryesisht nga mosha e reja 18 deri në 25 vjeç për të drejtuar qendrave të votimit, por një pjesëmarrje të lartë në moshën mbi 65 vjeç. Megjithatë kanë bërritur të gjitha materialet zgjedhore në të 4 KZAZ-t e Vlorës. Në KZAZ 85 në shkolla Alidemi, që janë 52 qendra votimi, kanë bërë dhe janë marrë në dorëzim. Në KZAZ 84 të Ismail Qemali, në KZAZ 86-87, pra janë marrë të gjitha. Tashmë po janë duke u bërë gati numëruesit, ku pritet të nisë dhe procesi numërimit në rreth orës 21:30-22 të mbrëmjes, ku pritet të nisë procesi i numërimit në të gjitha KZAZ. Tashmë kanë mbritur edhe numëruesit e parë, janë duke u bërë gati procedurat e fundit për të hapur kutitë e para. Megjithatë, sikurse thash, pritet ora 22 të jetë orari zyrtar ose nisja e procesit të numërimit për të gjitha KZAZ-t. Ka qenë një proces votimi i qetë, edhe dorëzimi materialeve zgjedhore ka qenë i qetë, ku janë marrë në dorëzim nga të gjitha. Normalisht kanë qenë 265 efektiv të policisë të cilët u angazhuan për mbarbajtjen e procesit zgjedhor, zgjedhje e pjesme për bashkinë e Vlorës, që prej ditës së djeshme kur dhe u shpërnda në qendrat e votimit, apo edhe ditën e sotme ku materialet zgjedhore mbritën në KZAZ për Kace, janë bërë gati numëruesit nga të dyja subjektet politike, që nga ana e Partisë Socialiste apo edhe nga kandidatët e tjerë. Kujtojmë këtu që për bashkinë e Vlorës kemi 3 kandidatë. Është Brunilda Mersini, e cila është nga subjekti i Partisë Socialiste, Brunilda Mersini, e cila më herët ka mbajtur postin e drejtuesit rajonal të Spitalit të Vlorës, ndërkohë që së fundi për rreth 3 muaj apo diçka më shumë ka qenë deputete e Parlamentit të Shqipërisë. Pas dorëheqjes së Ermal Dredhës, emri Brunilda Mersini u shfaqsi emër potencial nga Partia Socialiste për ta futur në garat e pjesme për bashkinë e Vlorës, kundrejt 2 kandidatëve të tjerë. Dionis Sota, i cili doli fillimisht si i pavarur, por që u mbështet nga Partia Demokratike, dhe Gjergji Nika, i cili me profesion kontabilist ka punuar më herë në bankat e nivelit të dytë, ndërkohë që prej kohësh aktivist ose më saktë këshilltar i opozitës në Këshillin Bashkiak të Vlorës, në cilën zhvillohet një garë. Është me të vërtet trendi në cilën kanë ardhur që nga zgjedhjet e fundit. Trendi në qytetin e Vlorës ka ardhur në rënje. Nuk dihet arsyeja sepse vlonjatët të paktën mund të themi në thonjza e kanë sabotuar disi procesin e votimit. Megjithatë, ndoshta një ndër arsyet mund të jenë edhe kushtet atmosferike, pasi dita e sotme ka patur thjeshtëresht të dëndra shiu, që ka mund të ketë penalizuar, por që edhe indiferentizmi dhe sidomos grumoshave të reja 18 dhe 25 vjeç, të cilët kanë zgjedhur të qëndrojnë në Lungomare në kafe dhe nuk kanë zgjedhur të drejtojnë qendrave të votimit. Nuk ka patur problematika me përjashtim të disa rasteve të vogla, sikurse ka qenë pajisja pejnë gjatë votimit, apo edhe shkëputja e energjisë elektrike për momente të shkurtra në qendrat e votimit dhe më pas në qendrat e KZAZ-ve në cilën vinin materialet zgjedhore, por që janë rikuperuar. Megjithatë, do të shikojmë se si do të jetë rezultati në të gjitha kutitë e votimit, ajo që unë konstatova edhe në momentin që po merreshim në dorëzim nga KZAZ-t, dukeshin që kishin kuti me pak fleta votimi. Megjithatë, do të jetë një numërim të paktën pritet sipas edhe asaj çka ka deklaruar kryetari i KQZ Cili Bashi, deri ditën e nesme do të shpallen fituesit. Pritet që ora 10 e ditës së nesme, pra ditës së hënë, të jetë shpallur dhe fituesi për të gjitha bashkitë në të cilat garohet për bashkitë për Kace, por edhe në qytetin e Vlorës. Edhe pse
edhe pse ka pak flet votimi, pritet që dita nesme të jetë emri zyrtar, se cili do të jetë fituesi që do të drejtojë Bashkinë e Vlorës deri në zgjedhjet e ardhshme. Deri më tani, ndonë se nuk ka filluar procesi numërimit, Armand, ka pasur të themi aspektativa ose nxitim nga 3 kandidatët në garë? Kanë qenë të interesuar, kanë shprehur interes? Jo, normalisht ajo që ishte interesi i kandidatëve ka qenë pikërisht për të nxjerrë të gjithë qytetarët që të drejtojnë qendrat të votimit. Edhe ajo që kemi ndjekur në Blu Televizion, në cilën e kemi pasqyruar që në orët e para të mëngjesit deri në përfundim të mbylljes së votimit, të gjithë kandidatët, të 3 kandidatët në gjatë daljeve të tyre publike në momentin në cilin ata kanë votuar, i kanë bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Vlorës që të dalin të votojnë. Ndërkohë që normalisht është vendimi i KQZ-s, por edhe pas marrjes në dorëzim të materialeve zgjedhore janë procedura përkatëse, pasi edhe njësitë administrative të cilat i dorëzojnë të shkolla Ismail Qamali janë disi larg sa bëjnë gati faza përgatitore dhe më pas pritet që të jenë nisja e numërimit se në 4 KZZ pritet të jenë në të njëjtin orar. Ndërkohë që normalisht kandidatët si gjithmonë e ndjekin procesin e numërimit në 2 KZZ pranë Pallatit të Sportit, aty ku edhe qëndrojnë thuajse gjithë kasa politike, por që normalisht gjatë procesit në numërimit ka edhe lëvizje për të ndjekur se si shkon procesi. Duket që deri tani situata shëqet, kanë bërritur sikurse përmenda më herët numëruesit, po presin që të kompletohen dhe më pas në orarin në cilën është përcaktuar të hapen kutitë e para. Armand, të falenderoj, ne do të jemi përsëri bashkë në studio, në ekranin e Blu Televizion, në momentin që do të fillojë procesi numërimit të votave, deri atëherë punë e mbar. Tashmë do të kalojmë në një lidhje të menjëhershme dhe të drejt për çështje kohore me kandidatin e pavarur në këtë zgjedhje të pjeshme të 9 nëntorit, zotin Gjergj Nika. Zoti Nika, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit, është kënaqësi Viola, si gjithmonë. Bashkë kemi një dakordsi për të qenë gjithmonë në studio dhe për të thënë vërtetën mbi qytetarët. Do më falë se mase jam në një ambient papërshtatshëm, po ti e ke parasysh që nata është e gjatë dhe duhet që të organizojnë njerëzit grupet e numërimit dhe vëzhguesit për t'i quar në zazët përkatëse. Patëm edhe problematika. Zoti Nika, më dëgjon? Atëherë, unë sapo vi nga një takim me OSB e Odirin dhe atyre i kam shprehur edhe të gjithë problematikat që i kanë qenë gjatë ditës sotme. Një nga problematikat që unë e kam shprehur edhe në ditët më parshme, gjithashtu e kam thënë edhe gjatë paradites kur unë kam kryer votimin në shkollën 24 maj në orën 11, e cila është patronazhimi nëpërmjet punësimit. Të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste, gjithë struktura e Partisë Socialiste ka patronazhuar administratën duke u kërkuar një listë me 10 persona dhe duke mbajtur përgjegjësi. Kjo është një gjë e jashtëligjshme dhe kjo është një gjë që do ndiqet nga instancat tona deri në më të larta. Kjo është një nga problematikat kryesore, por administrata sot ka bërë një veprim stoik duke mos dalë në votim dhe ata që kanë dalë në votim kemi pritshmëri që vota të jetë kundër kësaj kaste dhe kundër atyre presionave të cilën të gjithë administratën e kanë dashur ta quajnë mish për tokë ose më saktë për ta vënë përpara për të gjithë hajdutësirat që ata bëjnë dhe për çdo lloj abuzimi që duan të bëjnë të ardhmen e Bashkisë së Vlorës. Administrata është treguar heroike dhe ne do ta shikojmë që me vërtet pas numërimit kutive do shikojmë që do ketë surpriza. Jo më larg, unë kam thënë dhe para dite dhe kam thënë dhe më përpara që pjesëmarrja nuk do jetë më shumë se 15% dhe faktet e treguan që është 12.5%. Pse zoti Nika, pse sipas jush ka ndodhur? Ta them pse. Atëherë ta them pse ka ndodhur, sepse të dyja partitë e mëdha politike donin të talleshin me qytetarët e Vlorës. Partia Socialiste është tallur me qytetarët e Vlorës duke u dhënë qytetarëve të Vlorës për 2 vjet 3 kryetar bashkie, pavarësisht abuzimeve të ndryshme dhe ka humbur besëshmërinë. Partitë kanë humbur tek qytetarët. Kjo është një nga ato gjërat. Kurse Partia Demokratike ka dashur t'u japi qytetarëve të Vlorës, jo Partia Demokratike, jo anëtarët e Partisë Demokratike, jo militantët, jo struktura nga nënkryetare poshtë, por vetëm drejtuesit politik dhe 2-3 persona kanë dashur t'i japin qytetarëve të Vlorës një kandidat të majtë. Në qoftë se unë nuk do isha futur në garë, sot gara do ishte midis 2 të majtëve. Ose më saktë, socialistët duke pasur sondazhet e tyre të brendshme, duke pasur parasysh që nuk do kishte pjesëmarrje, kanë vendosur të jepnin zonjës Mersini një kandidat të dobët, në mënyrë që diferenca të dilte e madhe dhe zonja Mersini pastaj të histe themelet për në 2027 për një garë tjetër. Por sot kapitulloi
Partia Socialiste ka buar 2 partitë e mëdha dhe Vlora sot ka dhënë një leksion politike për të politike. Ndryshim njerëzor, pavarësisht se ky ndryshim do jetë në favor të Gjergjit apo në favor të dikujt tjetër, sot zgjedhjet do shtuan. Jemi pikërisht në këto momente në atë apatim politike e cila mund të, jo mund, po ka ndikuar në cilësinë e përfaqësimit vendor? Që ne kemi qenë në Këshillin Bashkiak, të çdo gjë që kemi thënë në Këshillin Bashkiak ka dalë dhe ka dalë ashtu si e kemi thënë neve. Të gjithë këshilltarët e opozitës kanë qenë blok të 17 këshilltarët për të vënë të gjitha të metat e bashkisë dhe bashkia asnjëherë nuk na dëgjoi. Unë e kam kërkuar edhe këshilltarëve socialistë pas dorëheqjes së Ermal Dredhës, ata të cilët duhet kishin dhënë dorëheqjen duhet të ishin 33 këshilltarët e të Partisë Socialiste. Vendimet e tyre të gabuara, duke pasur parasysh edhe projekt vendimet e gabuara që sillte zoti Dredha dhe Bashkia në Vlorë, vendimet e tyre e kanë çuar bashkinë në këtë drejtë. Por mos ta harrojmë, unë kam 2 javë të cilat shpreh edhe në rrjetet sociale, edhe me qytetarët, por edhe në mediat publike, çfarë kam thënë po të futeni në rrjetet e mia sociale ka qenë ato gjëra që ne po marrim sot rezultatet. Unë po them që qytetarët e Vlorës janë të zhgënjur sepse po tallen me taksat e tyre, e kanë bërë qytetin pajetueshëm dhe sot duhet ishte një ditë ndryshimi të madh. Por sot, me të vërtet, ishte një ditë akoma më e zezë se sa ditët e tjera, kur mund të themi që kryetari i bashkisë, cili do të qoftë zonja Mersini, qoftë Gjergji, qoftë dikush tjetër, kryetari i bashkisë së Vlorës do ta drejtojë qytetin me 6 apo 7% të votave totale të votuesve. Nuk mund të drejtojë qyteti me 10.000 vota, ose më saktë, po ja u them troç. 6 deputetët e Partisë Socialiste, të cilët dolën në zgjedhjet e 11 majit, nuk prodhuan dot një deputet, një mandat deputeti. 10.000 vota nuk është as një mandat deputeti. Dhe kjo është turp e faqe zezë për një qytet që nuk prodhon dot asgjë. Nuk prodhon dot politik, nuk prodhon dot shërbime, nuk prodhon dot asnjë gjë për të mirën e qytetarëve. Ky kontekst aktual politik, zoti Nika, ndikon po njësoj si për mazhorancën dhe për opozitën? Unë besoj që neve sot të djastët e kanë bërë thirrje dhe paradite, të djastët nga Kuksi deri në Saran duhet të marrin fatet e Partisë Demokratike. Sot duhet jetë një ditë ndryshimi. Unë ja u garantoj që sot janë bojkotuar klasa politike. Vlora ka dhënë një leksion dhe të dyja klasat politike sot unë po i them që janë 2 të majta. Politikat e tyre janë të majta dhe zhdukja që është bërë e djastës jemi në këtë situatë. Qoftë për Partinë Demokratike që është ajo që është gjëja më e rëndësishme si opozit, por situatën e Partisë Socialiste ne e dimë që vjen edhe nga keq menaxhimi, edhe nga amortizimi dhe konsumi i pushtetit që ata kanë pasur në 13 vite. Mos të harrojmë që Partia Socialiste ka drejtuar Vlorën që për vitit 97 dhe kandidatja e Partisë Socialiste në fushatën që bëri e trajtonte bashkinë sikur bashkinë e kishte pasur e djathta. Bashkinë e ka pasur gjithmonë Partia Socialiste dhe qytetarët duke bojkotuar e dinin shumë mirë që do ishte e njëjta traditë, e njëjta situatë dhe e njëjta i ritëm në drejtimin e bashkisë. Zoti Nika, mendoni se sot pikërisht vendimi i komunitetit vlonjat ka cënuar edhe kandidaturën tuaj, ose më saktë zhgënjimi i vlonjat, ka cënuar edhe kandidaturën tuaj? Gjergji Nika nga kjo garë ka fituar maksimumin. Kandidaturën time nuk e ka cënuar absolutisht. Unë i kam dhënë të gjithë qytetarëve një vlerë, u kam dhënë një emër për të cilin për ta votuar. Gjergji Nika, pavarësisht si do dalë kjo garë dhe ky rezultat, përsëri në fund të muajit do jem në Këshillin Bashkiak, do vazhdoj luftën për qytetarët, do vazhdoj misionin tim në të mirë qytetarët dhe atë përballje që kandidatja e Partisë Socialiste, qoftë edhe deputetët e Partisë Socialiste nuk tentuan që ta bënin, atë përballje do ta kenë në fundin e muajit nëntor në mbledhjet e Këshillit Bashkiak dhe do vi dita e përballjes për të parë qoftë programet, qoftë edhe strategjisë në qoftë se ata do ta fitojnë bashkinë. Por unë shikoj që sot Partia Socialiste është rrëzuar në Vlorë dhe është rrëzuar shumë keq. Pas zgjalljes së rezultatit, pas çdo gjëje që do dali, do shikojmë çfarë do ndodhi qoftë në Partinë Socialiste, qoftë edhe me pjesën lokale politike. Unë ju falenderoj për disponibilitetin duke ju uruar suksese. Jam gjithmonë i gatshëm për të folur me mediat në favor të qytetarëve. Ju falenderoj. Ju falenderoj, e vlerësoj. Faleminderit.
Të dashur shikues, ishim me kandidatin e pavarur për drejtimin e Bashkisë së Vlorës, zotin Gjergj Nika, i cili ndau mendimin e tij lidhur me jo vetëm me këto zgjedhje në mënyrën organizative të drejtimit të tyre, por edhe për pjesëmarrjen e ulët në të cilën Vlora u cilësua në këto 5 bashki të cilët patën zgjedhje. Nuk vonojmë, do të shkojmë në një tjetër lidhje të menjëhershme me zotin Atir Hoxha, do të diskutojmë përsëri për përfaqësimin politik në nivel vendor. Zoti Hoxha, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, Viola. Zoti Hoxha, si janë në vlerësimin tuaj këto zgjedhje të pjeshme të kësaj të diele? Po tani, përveç se sa mund të jemi keq ardhur për shkak të pjesëmarrjes së qytetarëve, sepse normalisht ne si forca politike do duam që qytetarët të dalin dhe të shprehen normalisht. Është një ditë në cilën qytetarët janë thirrur për të vendosur fatet e drejtimit të qytetit. Dhe duke parë këtë pjesëmarrje në këto zgjedhje, mendoj që mund të jetë rekordi më negativ i bojkotit ose i mos pjesëmarrjes së qytetarëve në një zgjedhje që është zhvilluar deri tani, të paktën në këto që unë kam qenë pjesë e proceseve. Mendoj që është një bojkot i cili kryesisht i atribuohet mazhorancës, sepse po të bëjmë një kalkulim të thjesht nga zgjedhjet e vitit 2023, në të cilën morën pjesë rreth 41.000 qytetarë, të cilët shprehen vetëm e tyre me vot në zgjedhjet e atërshme lokale, duke bërë një kalkulim thjesht në këtë 12.4 apo 12.5%. Unë mendoj që në kutitë e votimit do të jenë, pasi të numërohen, do të jenë rreth 20 apo 22.000 fleta votimit, të cilat praktikisht janë gjysma e fletave të votimit ose gjysma e qytetarëve që kanë shprehur vullnetin e tyre në krahasim me zgjedhjet e vitit 2023, në të cilët të zhvilluar zgjedhjet lokale. Mendoj që Partia Socialiste do të ketë një nga rezultatet më negative në zgjedhjet vendore, sepse duke pretenduar që shumica e njerëzve të cilët shkojnë në qendrat e votimit i përkasin kësaj force politike, mendoj që edhe bojkoti më i madh do të bëhet kësaj force politike. Natyrisht, opozita duke pasur 2 kandidatë në garë nuk ka qenë favorizuar në këto zgjedhje, por pa tjetër dhe pa diskutim që unë mendoj që klasa politike në tërësi, sepse këtu nuk mund të përjashtohem, duke marrë shkas edhe nga intervista që u zhvilluat me kolegun tim, zotin Nika, pak më parë, mendoj që gjithë klasa politike në cilën bën pjesë edhe zotin Nika nuk mund të përjashtohet nga përgjegjësia lidhur me bojkotin që qytetarët kanë vendosur të bëjnë sot në qytetin e Vlorës, duke bërë Vlorën kryelajmin e gjitha lajmeve. Pjesëmarrja shumë e dobët tregon që qytetarët kanë humbur besimin tek mazhoranca, sepse është ajo e cila ka menaxhuar këtë qytet dhe ka drejtuar këtë qytet për më shumë se sa 2 dekada e gjysmë, dhe mendoj që arroganca e shprehur nga Rama në këtë forum, duke kërkuar dorëheqjen e imponuar të zotit Dredha për caktimin e një kandidate e cila nuk është një kandidate e panjohur për qytetarët e Vlorës dhe për menaxhimin e një prej institucioneve më të rëndësishme të qytetit, siç është Spitali i Vlorës, zonja Mersini. Qytetarët, me sa duket, e kanë kuptuar shumë kohë më përpara që nuk mund të jenë më të tallur nga një mazhorancë arrogante e korruptuar, e cila era erës u servir qytetarëve vlonjat, personazhe të cilëve praktikisht u është parë sa din të bëjnë dhe si din të menaxhojnë edhe ato institucione të cilat kanë drejtuar më përpara, por edhe këtë krye institucion siç është Bashkia e Vlorës, të cilin për fat keq mund ta cilësoj që është një nga institucionet ose një nga bashkitë më të dobta në gjithë Shqipërinë, e cila ka sjellë një kaos total në qytetin e Vlorës, me rrugë të shkatruara, mbeturina kudo, vendgrumbullimi që digjet çdo muaj, pa ujë të pishëm, probleme me infrastrukturë rrugore, kanalizime, ujësjellsi, e të tjera të pafundme, të cilat janë shkaktuar pikërisht nga kjo mazhorancë. Dhe unë mendoj që mazhoranca
do të jetë ajo e cila do të jetë me goditur fort me votë nga qytetarët në këtë proces. Zoti Hoxha, do të ndalesha pikërisht tek ajo që ju e përcaktuat si bojkot. Ka të bëjë me lodhjen e elektoralit, ka të bëjë me një interes të ri në këto zgjedhje, sepse dashur pa dashur, nëse komuniteti vendosi këtë strategji për të penalizuar qoftë mazhorancën apo opozitën, patëm një interes të ri në frymën e komunitetit, apo pati mangësi dhe çedime, qoftë në mungesë diskutimesh, përballjesh të kandidaturave, apo pa mjaftueshmëri kohe për të shpalosur programin e tyre? Unë do ta konsideroja që është një kalkulim që qytetarët kanë bërë tashmë që Partia Socialiste, ajo është edhe prandaj jo më kot bëra një sqarim që është ajo menaxherja, po themi, prej shumë vitesh e Bashkisë Vlorë dhe çka ajo ju ofron qytetarëve me pretendimin se është një bastion i saj, duke tentuar që të promovoj figura të cilat thash dhe një herë janë njerëz të cilët janë provuar tashmë. Qytetarët i njohin, nuk ka nevojë më qytetari të provojë zonjë Mersini tashmë në krye të bashkisë kur e ka provuar një në krye të një nga institucioneve në të cilin për fat keq shkojmë të gjithë në dyert e tij, që është institucioni shëndetësor, Spitali Rajonal i Vlorës, të cili zonja Mersini siç e ka marrë para 10 vitesh apo 12 vitesh, se nuk e di sa vjet e ka menaxhuar si drejtoresh, ashtu është përsëri qytetarët duhet të shkojnë me batanie, përsëri qytetarët duhet të shkojnë me parastamol me vete, me shiringa me vete, sepse nuk gjejnë medikamente pranë këtij spitali, kushtet janë ato që janë. E për ta arsye mendoj që qytetarët janë treguar shumë të rezervuar për të marrë sot pjesë në këtë proces zgjedhor, sepse nuk do mund të ishte vullneti i tyre i shprehur qartazi, sepse nëse do të kishte një të tillë, ata do të drejtoheshin kutive të votimit. Unë mendoj që ata kanë bojkotuar pikërisht sepse janë të lodhur tashmë nga personazhe të tillë. Pa diskutim që Partia Socialiste edhe unë i qëndroj, edhe unë ides që tha argumentave që tha zoti Nika, që të gjithë drejtuesit e Partisë Socialiste nuk kanë bërë të mundur që të prodhojnë qoftë edhe një mandat deputeti, sepse në një pjesëmarrje rreth 21.000 qytetarë që shkojnë apo 22.000 qytetarë që shkojnë për të shprehur vullnetin e tyre, në çfarë do lloj forme dhe përqindje të ndash këto vota midis tre kandidatëve është e turpshme, domethënë, nuk ka legitimitetin praktikisht. Kushdo që të zgjidhet kryetar bashkie nuk e ka legitimitetin për drejtor Bashkinë e Vlorës, sepse me 12.5% të qytetarëve me të drejtë vote është e frikshme, domethënë, të mendosh që Bashkia e Vlorë do të menaxhohet nga një njeri i cili nga këto 12.5% do të marrë një sasi votash të papërfillshme, të cilat në numër total, ashtu siç përmenda, nuk bëjnë asa një deputet në timin e përzgjedhjes, e numri total të zgjedhësve. Por megjithatë, unë thash edhe një herë, këtu ka një duhet të gjitha partitë politike, të gjitha spektrat duhet të bëjnë analizën e tyre pas përfundimit të numërimit të kutive të votimit, për të arritur në konkluzionin se kush duhet të jetë rruga për të vazhduar në tutje për të pasur fokus edhe grup mosha të cilat janë lënë jashtë ose janë të painteresuara në këtë proces, dhe ishte për të ardhur keq kur kam marrë një informacion para pak minutash që ishte grup mosha e rreth 18-22 vjeç, të cilët nuk kanë ndenjuar që të vënë për të shprehur vullnetin e tyre. Dhe mosha që ka shkuar kryesisht është mosha 55-60 vjeç, është për të ardhur keq. Praktikisht ata njerëz të cilët janë, po themi, në pension ose në prag pensioni, shkojnë shprehin vullnetin e tyre me votë për drejtimin e qytetit, i cili do u përkasi pikërisht kësaj grup moshe 18-22 vjeçare në vitet dhe në dekadat e ardhshme. Kjo është ajo për cilat është një këmban alarmi dhe patjetër që partitë politike, ne forcat politike, funksionarët e tyre duhet që të kenë një analizë të thellë për të mbritur në konkluzionin se kush do duhet të jetë strategjia për fushatat e ardhshme. Pa diskutim, duhet ta ritheksoj që qytetarët janë treguar në këtë rast, mendoj unë, shumë diskret dhe kanë vendosur që të mos shkojnë në kutitë e votimit për të dhënë mesazh të qartë kryesisht Partisë Socialiste e Edi Ramës për mënyrën se si
u imponoj atyre edhe këto zgjedhje të cilat janë zgjedhje të pjesshme, por që askush nuk mund të mos jetë i qartë që është Rama që i ka provokuar këto zgjedhje nëpërmjet tentativës apo çuarjes deri në fund të kapjes së institucionit të bashkisë, pasi mendoj që zoti Dredha në ato momentet e fundit nuk është treguar shumë do lëshuar me firmat që duan Rama dhe enturazhi i tij rreth rrotull, me sa duket Zonja Mersini ka marrë përsipër që ti plotësoj orekset e tija Ramës dhe ka lënë mandatin për të qenë pjesë e garës në këtë zgjedhje. Të shikojmë në përfundim të numërimit të fletëve të votimit se kush do të jetë kandidati fitues në këtë zgjedhje, por thash edhe një nuk ka kandidat për mendimin tim fitues. Mendon se do ketë surpriza zoti Hoxha? Unë nuk më pëlqen të bëj parashikime për cilat nuk shpeshherë mund edhe të kem gabuar. Nuk dua të bëj parashikime. Shpresoj shumë që qytetarët që kanë shkruar këta pak qytetarë që kanë shkruar për të votuar, të kenë votuar kundër kësaj mazhorance për gjithë arsyet që unë dash në sqarimet që bëra pak më parë. E mendoni të drejtë zgjedhjen që është bërë, që populli vlonjat ka bojkotuar zgjedhjet, a nuk ishte një mënyrë tjetër për të treguar qoftë mazhorancës apo kandidatit të pavarur apo kandidatit që përqafohet nga partia dhe opozita, një mënyrë tjetër por botë të shkoni dhe të merrnin pjesë në zgjedhje? Po kjo me sa duket nuk është vlerësuar kështu nga qytetarët, sepse ne nuk kemi asnjë tagër për të bërë arsyetim mbi vendimin që kanë marrë qytetarët dhe që është një vendim në shumicë, mendoj unë. Sepse unë thash Viola, përderisa jemi në gjysmën e numrit të atyre njerëzve të cilët kanë marrë pjesë, pra atyre qytetarëve të cilët kanë shprehur vullnetin e tyre me votë në vitin 2023 dhe sot janë 50% më pak, pa tregon që vullneti i tyre ka qenë që të mos bëhen pjesë e këtij procesi, por arsyet pse nuk janë bërë pjesë e këtij procesi mendoj që janë të shumta dhe kryesisht i atribuohen pakënaqësisë, mungesës së respektit, mungesës së shërbimeve, mungesës së konsulencës me qytetarët, mungesës së transparencës me qytetarët, të cilat absolutisht i atribuohen Partisë Socialiste, menaxhimit të bashkisë, menaxhimit të qeverisjes qendrore dhe për këtë arsye mendoj që qytetarët kanë vendosur të mos shkojnë në këtë proces duke dashur që të japin një mesazh të qartë, mazhorancës dhe arrogancës së saj në këto 12 vite qeverisje qendrore dhe më shumë thash dhe njerëz se sa 2 dekada e gjysmë në qeverisjen vendore. Para se t'ju përshëndes dhe të falenderoj, dua vetëm një përcaktim të vetëm në raportin që këto zgjedhje treguan për qytetar politik. Mendoj që nga ana qytetare këto zgjedhje nuk kanë asgjë për tu anatemuar, sepse kushdo që kishte dëshirë për të shkuar e për të shkruar qëndrimin e tij ka pasur mundësi që ta bëj, por në të njëjtën kohë është edhe pjesa qytetare e refuzimit e bojkotit është po ashtu për të vlerësuar. Mendoj që kjo ka treguar më së qarti Viola, po themi edhe atë zhveshjen e asaj panoramës që ne shpeshherë kemi denoncuar. Në zgjedhjet e tjera këta personazhe, deputetët, enturazhet e tyre shfrytëzojnë çdo hapësirë të mundshme administrative, korruptive për të blerë vota, intimiduese nëpërmjet presioneve, joshjeve me vende pune, joshje me legalizime, me certifikime pronash. Pra këto zgjedhje ishin të zhveshura nga këto, sepse menduan apo kanë menduar partia në pushtet që ishte një ushtrim i zakonshëm në cilin do detyronin administratën për të dalë për të votuar dhe nuk kanë pasur nevojë që të bëjnë gjitha këto sa thash. Dhe për të arsye rezultati është i dobët. Për të arsye qytetarët i kanë refuzuar edhe një herë për të thënë që nuk është kjo metoda e duhur për të zgjedhur kandidate, për të zgjedhur personazhe të cilët thash edhe një herë janë të provuar dhe për të arsye mendoj që qytetaria në këtë pjesë mendoj që ka fituar qytetaria. Zoti Hoxha, redaksia e Blues ju falenderon që gjeni kohën për të ndarë me ne qëndrimin tuaj, por edhe me publikun vlonjat. Unë ju falenderoj edhe ju për ftesën, ju uroj punë të mbarë se do të jetë një natë e gjatë, të cilën mendoj dhe shpresoj shumë që ju do ta pasqyroni
drejt ashtu siç keni bërë gjatë gjithë kohës me proceset e tjera. Ju përshëndesim. Faleminderit. Folëm me zotin Hoxha për besimin qytetar në këto zgjedhje të pjetshme të 2025-s në nëntor. Gati ora po shënon 22, jemi në startin e procesit të numërimit të votave. Kemi një lidhje të drejt për drejt me kolegen Entiolën nga Tepelena, e cila do të bëj pasqyrimin të dorëzimit dhe transferimit të kutive ku janë edhe fletët e votimit. Entiola, përshëndetje. Ju përshëndes Viola, në fakt përveç se të gjitha kutit e votimit nga 21 qendrat e votimit në Bashkinë e Tepelenës kanë bërritur në kohë rekord në Tepelen, tashmë ka nisur procesi i numërimit të votave. Rreth orës 21 pak minuta, së bashku me inteligjencën artificiale ka filluar edhe procesi i numërimit të votave. Sigurisht, me këtë testim që po bëhet në Tepelen, do të provohet në fakt nëse do të kemi të njëjtin rezultat nga ai që do të nxirret nga numërimi tradicional, që është pra numërimi i votave nëpërmjet të gjithë numëruesve që janë vendosur në KZAZ në 80 në Bashkinë e Tepelenës. Është një proces që po vijon normalisht, duke marrë parasysh edhe zgjedhjet e viteve të kaluara, qofshin ato vendore apo parlamentare. Duhet theksuar, Viola, se në Tepelen rezultatet kanë qenë të menjëhershme, çka do të thotë se brenda pak orësh ne ndoshta kemi edhe për shkak ndoshta të numrit të pakët të votuesve dhe në vitet e kaluara, por edhe këto zgjedhje, pra rezultati ka qenë i menjëhershëm. Brenda pak orëve ne kemi mësuar se kush ka qenë fituesi në Bashkinë e Tepelenës, për shembull në vitin 2023, apo dhe në zgjedhjet e tjera. Është për të ardhur keq se si kemi një ulje drastike të numrit të votuesve edhe në Tepelen. Nëse e krahasojmë me zgjedhjet e vitit 2023, ne kishim në total prej gati 38% të votuesve që ju drejtuan qendrave të votimit, ndërkohë që në këto zgjedhje, sipas informacionit zyrtar nga KQZ-ja, kemi vetëm 34.6% të votuesve, që janë diku tek 2270 votues, pra një numër tepër i ulët. Ashtu sikurse e kemi raportuar edhe më herët, ka qenë një proces që ka vijuar normalisht me disa problematika kryesisht në zonat rurale ku ka pasur probleme me pajisjen PEI, e cila nuk ka funksionuar dhe ka detyruar që të mbajnë proces verbale manualisht, por që ka përfunduar në këto rezultate. Tashmë jemi të gjithë sy e vesh për të parë se kush do të jetë fituesi i kësaj gare. Nga njëra anë kemi një të ri, vetëm 23 vjeç, Gabriel Guma, me profesion arkitekt, i cili është i pavarur, por mbështetet nga opozita, duke qenë se tashmë në të gjitha bashkitë ku votua sot, opozita ka qenë mbështetëse e kandidatëve dhe nuk ka pasur një kandidat të saj. Dhe nga ana tjetër kemi Gramos Sakon, një personazh i njohur në Tepelen për shkak të lidhjes së tij me Tepelenën, më konkretisht me Nivicën, ndërkohë që Gabrieli ka jetuar aty dhe i ka rënjët më të thella për sa i përket afrimitetit ndoshta edhe me qytetarët, sepse ka lindur, ka studiuar dhe sigurisht jeton në Tepelen. Të dy kandidatët kanë votuar normalisht, pra kemi pasur një proces të qetë, por me një ulje drastike të numrit fatkesisht të votuesve. Entiola, ju keni qenë gjatë gjithë ditës në kontakt drejt për drejt edhe me qytetarët dhe me votuesit. A është shprehur në ndonjë moment pa kënaqësi nga ana e tyre që përkthehet edhe në ulje të numrit të votuesve? Viola, në fakt, unë kam marrë disa intervista, cilat janë përcjell edhe në Blu Televizion. Ajo se çfarë më bëri përshtypje në fakt ishte mosha e tretë. Ishin të moshuarit, cilët vinin qoftë me bastune, me karrocat shoqëruar nga njëri sa afër apo familjar, nuk e di, dhe njëri prej të moshuarve, unë nuk arrita ta kapja në kamerë, por që sa na ngritën nga varri për të ardhur dhe për të votuar. Çka do të thotë se sipas edhe raportimeve të KQZ-s ishte zoti Celibashi para pak minutash dhe theksoi se
grup mosha e cila ka qenë interesuar për të votuar në Tepelen ka qenë grup mosha mbi 65 vjeç. Pra, ne kemi një humbje totale të të rinjve. Grup mosha 18 deri në 36 vjeç nuk kanë shprehur interes për të marrë pjesë në këto votime. Edhe pse, në fakt, Tepelena, vetë qarku i Gjirokastrës, po shkon drejt rënimit për shkak të largimit të rinjve. Sepse gjithmonë mendojmë se nuk ka interes nga të rinjt, por ku janë dhe këta të rinj, sepse shumica janë larguar. Dhe e gjithë kjo ndikon në këto rezultate që kemi sot, të paktën për sa i përket Gjirokastrës dhe Tepelenës, por edhe zonave të tjera që ka qarku i Gjirokastrës. Paraprakisht si ka rezultuar inteligjenca artificiale në Tepelen? Mendon se do fitoj terren edhe në zgjedhjet e ardhshme? Ne shpresojmë të paktën të japim fund këtyre pritjeve të gjata me ore dhe me ditë dhe nga ana tjetër të mos kemi më konfuzion se u bojkotuan zgjedhjet apo patëm problematika. Shpresojmë shumë që të eci mirë, të japi rezultatin e saktë dhe pse jo edhe Shqipëria, ashtu sikurse po testohet tashmë me ministren e re të kabinetit Rama me diellën të jetë në funksion për zgjedhjet e ardhshme. Të përshëndes dhe të falenderoj, punë e mbarë. Gjithashtu. Ishim me kolegen korespondente nga Tepelena për Bashkinë e Tepelenës, ka filluar procesi i herët atje rreth orës 21 pak minuta ka startuar. Në Vlorë ende mendohet të fillohet rreth orës 22 numërimi i votave, ku do të dalë edhe emri fitues për drejtimin e Bashkisë së Vlorës, një nga bashkitë më të mëdha krahasuar me 4 bashkitë të tjera, por edhe në Shqipëri. Janë 3 emra në garën e fortë për të drejtuar dhe për të administruar Vlorën: Brunilda Mersini, Dionis Sota dhe Gjergj Nika. Ne do të rishihemi në vijim përsëri në ekranin e Blu Televizion në këtë maraton transparente, korrekte, ku do her pas here ne japim azhonime dhe infot e fundit lidhur tashmë edhe me procesin e numërimit të votave. Vetëm pas pak.